Pak kohë më parë, Glaceno gjatë qëndrimit të saj në Big Brother deklaroi se ishte ngacmuar nga Sajmir Kodra rreth 20 vite më parë. Sipas saj, ajo kishte shkuar për të kërkuar punë dhe kishte hasur ngacmim seksual nga moderatori i njohur. Megjithatë, pas këtij rrëfimi në një dalje tjetër televizive në një podcast, Glaceno deklaroi se nuk ishte ngacmuar seksualisht asnjëherë në jetën e saj. Madje shtoi se i përçmonte gratë që abuzojnë me pretendime të tilla, duke i quajtur këtë sjellje një formë abuzimi ndaj kauzës së grave të dhunuara. Pas deklaratës së Eglës reagoi edhe moderatori Sajmir Kodra, i cili njoftoi se do t'i drejtojë gjykatës për mbrojtjen e reputacionit të tij. Ai paraqiti një kërkesë në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ku kërkon shpalljen fajtore. Në procesin gjyqësor të zhvilluar më pas, Egla solli disa versione mbrojtjeje. Fillimisht ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas në një tjetër deklarim tha se nuk e kishte përmendur Sajmir Kodrën, duke u justifikuar se kishte thënë vetëm mbi emrin Kodra, pa përmendur emër. Në një seancë të mëvonshme ajo ndryshoi sërish qendrim, duke pohuar se deklaratat e saj nuk kishin të bënin me Sajmir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë e abuzuara seksualisht. Në përfundim të procesit gjyqësor, Glaceno u shpall fajtore dhe u dënua me vendim gjykate, pasi deklaratat e saj u vlerësuan si shpifje dhe dëm i padrejtë ndaj reputacionit të moderatorit Sajmir Kodra.